19 vjeç, kur jam bonon për herë të parë. Nuk është arritja sukses, po ka qenë fati ashtu. Me 2 fëmijë kam shkruar 2 libra. Është 19 vjeç me u bonon, nuk është e duhura. Si është të jesh nën e re në Kosovë dhe pse sipas teje kanë ndryshuar këto edhe trendet e planifikimit familjar? Unë e pas na shkelqet statistik. Unë kam qenë 19 vjeç kur jam bonon për herë të parë. Edhe njëherë lutem? 19 vjeç kur jam bonon për herë të parë. 19? Po. Tash i bëj 25, po i kam 2 fëmijë. Edhe nuk është arritja sukses, po ka qenë fati ashtu. Mirë po, të jesh nana në Kosovë është sfidë e madhe. Sidomos kur vjen fjala tek aspekti ekonomik, financiar, social. Tash, për shembull, je ma e kufizuar për me mri diçka, për me punu. Në vitin 2025 gjitha gratë janë të punu, janë të avancu, si në politikë, si në ekonomi, gjithkund. Mirë po, është pak sfiduse, po është edhe më e mirë se çish ka qenë më herët. Pse është më e mirë, sipas teje? Cilat janë? Po siç tha zotnia më herët që tash kemi një ngritje të madhe të lartë ekonomike edhe në arsim edhe në shëndetësi. E ki pak më lehtë me u qas si non, e mëson shumë më shpejt edhe të ndihmojnë pak më shumë njerëzit, tash janë të vedisu pak më shumë edhe secila prej grup moshave. Të bërit nën në moshë të re, në 19 vjet, tha që je bërë nën, të ka penguar në disa planifikime të jetës, apo nuk ka qenë në fare pengesë? Si fillim po, normalisht që po, sepse ti nuk je në gjendje me lanë bebën 1 mushë, 2 mushë në shtëpi edhe ti me shku me i mri ato që ke pas plan. Mirë po, me kalimin e kohës, duke përgatitur edhe fëmijë, duke përgatitur edhe unë fizikisht, edhe psikologjikisht, jo, nuk më ka pengu asgjë. Sot jam një nani suksesshme, i kam rrit gjitha, me 2 fëmijë i kam shkruar 2 libra. Po mendoj që ma kanë dhënë një farë vullneti dhe motivacioni që une me qenë një nanë shembullore në sytë e tyne. Varet se si e koncepton, mandej, si prend. Sipas teje, është më mirë për një grua, për një nënë që të bëhet nën faktikisht në moshë të re, cili do të ishte themi mesazhi yt për gratë të cilat ndoshta konsiderojnë veten të re për të krijuar familje? Jo, nuk është gjaja e duhur. Nuk është gjaja e duhur? Jo, nuk është. 19 vjeç me u bonon, nuk është e duhura. Pse? Sepse normalisht ti e ki një... Do me thonë, une, kur jam bonon, une sa u pata regjistru në fakultetin shtetëror, edhe e pata ndërprej fakultetin, sepse normal ti nuk mundesh me u bo edhe nanë, edhe studente, edhe arsimtare, edhe gjithat për një herë. Jo pse s'mundesh, se nana e ka një forcë shumë të madhe, po është shumë egoizëm i madhë për një nanë që me mendu vetën në atë fazë të pas lindjes me një hershme. Mirë po, nëse ato janë gati, nëse ato janë një lidhje shumë gjatë me partnerin e vetë dhe e ndjenjë ashtu që ka ardhur koha, pse jo, mirë po asë njëherë mësë milan vetën anash edhe ato që e ke pas në vëmend i bo. Cilat janë benefitet e të qenit në moshë të re? Kryen ma shpejt. Unë e kurtëri me gra ma në moshë, sepse rri me gjitha grupë moshat. Edhe më thojnë, bje pas ke hek derë tash të ty, po knaqe, po rrishe, s'po mershe ma me fëmi. Faktikisht, kjo është mentaliteti i atëhershëm, sepse atëherë normal me lindë 19 vjeç nuk u kanë diçka ekstreme. Mirë po, për mu jo, sepse normalisht nuk e kam njëtin me undal, jam shumë e re, për mos me bo fëmi mo, po benefiti kryesor për me qeni nanë e re është se ti kime u pjek dashte apo s'dashte emocionalisht. Kime marrë shumë shpejt vetën edhe kime u tregu shumë e madhe në atë aspekt.